Fundviti koha kur bëhet rumbullaksimi i punëve gjatë vitit, i vlerësimeve se sa ishim apo nuk ishim të suksesshëm gjatë këtij viti. Në minutat në vijim, disa nga bizneset me të cilat her pas here jeni shoqëruar gjatë të vitit, shpalosin vlerësimet e tyre se sa mund të jenë të kënaqur me atë që realizuan gjatë këtij viti afarist në rrethanat aktuale të ambientit të bërit biznes në vend. Fillojmë me kompaninë Frutex nga Suareka, e cila në vitin 2015 ishte shpallë si eksportuesi më i suksesshëm tek ndërmarrjet e mesme. Shënimet statistikore thonë se trendet e suksesit kanë vazhduar edhe si vjet. Për kompaninë Frutex mund të themi që ky vit ka qenë i suksesshëm, sepse kemi pas një rritje dhe atë rritjen vendore ka qenë mbi 15%, kurse ajo në eksport ka qenë 25%, që në total do thotë rritja e përgjithshme e kompanisë tonë ka qenë mbi 20%. Konkretisht për herë të parë kemi filluar të shtrihemi edhe në tregjet aziatike, konkretisht në Kuvajt, pastaj për herë të parë gjithashtu kemi filluar në Afrikën, në Liberi dhe në Evropë, në Belgjik, Slovaki dhe së fundi edhe në Bullgari. Rritjen më e madhe do thotë ka ndodhur në këty dy brendet, siç është Golden Eagle dhe Longjet Relax, por natyrisht në kuadër këtyre dy brendeve kemi shtuar edhe asortiment dhe këto sigurisht e kanë kompletuar gamën e produkteve tona. Gjithashtu kemi filluar për herë të parë këtë vit do thotë edhe dy paketime të reja, konkretisht paketimi në karton dhe paketimi tjetër longjeve në qelç. Si u reflektoi këto masa që i pruni qeveria me pakon fiskale, pati do një ndikim esencial të themi në prodhimin tek ju? Po, gjithsesi pjesa do thotë ndryshimi i politika fiskale ndonë se jo mjaftueshme ka pas impakt pozitiv, sidomos në tregun vendor ku kemi qenë do thotë ushtrit konkurrencëshmëria e kompanisë sonë me produkte, sepse kemi ul kostën edhe me këtë do thotë kemi mundur përveç të tjerë edhe të shtojmë investimet qoftë në infrastrukturë, qoftë në linjat prodhuese. Po ky vit ka vazhduar të jetë po ashtu viti i përkrahjeve të vazhdueshme që jep Frutexi për fondacione të ndryshme, për nevoja të ndryshme humanitare, po edhe përkrahje në sport. Po, patjetër do thotë si pjesë për atë se kemi pas janë rrit do thotë hyrat e kompanisë sonë, ne gjithashtu kemi rrit edhe mbështetjen qoftë për sport, qoftë edhe për donacione për bamirësi, siç është tek sporti vazhdojmë me qenë sponsori i klubit basketbollit të qytetit tonë Ylli, por edhe kemi përkrah aktivitetet e tjera kulturore, siç është Dokufesti në Prizren dhe aktivitetet e tjera, kurse në pjesën e donacioneve për bamirësi, kryesisht kemi mbështet kategorinë konkretisht 3 spitalet në fillim vit, ka qenë spitali konkretisht reporti pediatrik në Prishtinë, Prizren dhe Gjilar. Dhe së fundi, cilat janë pritjet për vitin 2017, sigurisht do të jeni me ambicie edhe më të mëdha, sepse këto suksese të vitit 2016 japin shpresë që viti 2017 të jetë edhe më i begat. Për neve bazë e suksesit është kjo rritje dhe kjo, sepse duhet përmend edhe një fakt, me kompania jonë, konkretisht Golden Eagle është produkti më i shitur në Ballkan dhe këtë vit të kalojmë shumën prej 40 milion njësi dhe kjo do të jetë një bazë e mirë që të vazhdojmë vitin tjetër dhe në rritjen e eksportit, sepse deri tani parafasisht 40% e sasisë të përgjithshme të prodhuar ka shkuar për eksport dhe mendojmë që kjo rritje të vazhdon të paktën në 45%, sepse tendenca jonë deri në vitin 2020 është që të kalon një kompani e cila do të 60% të sasisë së përgjithshme të jetë eksport. Palushi, sigurisht do të pajtoni se nuk është vetëm jeshtë procesi i prodhimit çelësi i suksesit, po ka diçka më tepër se vetë prodhimi, ndjenja e tregut, ndjenja e momentit të caktuar për një produkt të caktuar, dizajni e kështu me radhë. Si e harmonizojnë këtë? Unë mendoj që pjesë e suksesit janë gjitha këto, do thotë kualitetin të cilin vazhdimisht jemi përkushtuar që ta mbajmë dhe ta rrismi, dizajni natyrisht, po edhe pjesa e marketingut si shpirti i suksesit mund të them të kompanisë sonë dhe kjo do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Sigurisht me hulumtimin e vazhdueshëm të tregut. Po, natyrisht, kjo është një pjesë e hulumtimit të tregut, edhe qasja tani këtë vit kemi filluar të kemi
edhe qasjen në pjesëmarrje në fakt në përpanajire ndërkombëtare, një pjesë për të cilëve na ka përkrahur edhe kjesa pranë Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë, por edhe si të pavarur do thotë kemi vazhduar dhe do të vazhdojmë në të ardhmen të marrim pjesë në për këto panajire, sepse është mënyrë më e mirë të vim në kontakte drejt për drejt me partnerët të mundshëm. Më herët përmendet se çështja e politika fiskale ka qenë ndikuese edhe në rezultatet e arritura, po si shikoni pakon e dytë fiskale, sa do të jetë ajo ndikuese ose përkrahase për bizneset? Në fakt, ne shpresoj të kemi tek pakoja 2, sepse është fokusuar më tepër tek ekskluzivisht do thotë tek prodhust, dhe presim që ato që i kanë munguar në pakon e parë fiskale të plotësohen këtë pako. Konkretisht fjala është për lirim të pagesës nga dogana për lëndë parë, si dhe pjesë rezervë dhe disa ndryshime tjera, siç është humbje teknike, të cilat është mjaft proces i komplikuar për ta njohur nga ana administrative. Prodhimi i konstruksioneve metalike është specializimi i kompanisë Eurometali nga Ferizaj. Edhe këto janë të kënaqur me sukseset e këtij viti e në veçanti me shtimin e eksportit. Thonë të drejtën, objektivat tona thuja se janë realizuar, ishte një ndër vitet më të suksesshme që ne kemi pas deri. Nuk kanë mungu, kena pas vështërsi, mi po prap me angazhimin tonë dhe të stafit, ja kem dalë që të përmbyllim prafërsisht një vetë shumë të suksesshëm. Keni hapur punë të reja, keni pas eksport? Kena pas eksport për Zvicër, kena pas eksport për Gjermani, mirë për njësë dikun ndoshta me thënë 7-10% të hyrave kanë qenë eksport i jashtëm, ndërsa punët kryesore kanë qenë ekzekutuese këtu në Kosovë. Po cilat kanë qenë karakteristikat e punës gjatë këtij viti, thatë se ka qenë një vit i suksesshëm për juve? Ne jem të kënaqur realisht, punë kem pasën thuja se të stërngarkum kem qenë me punë, objektet tona të cilat ne i kem realizu ose i kem përfundu shifën çdo kanë në për Kosovë, do me thonë jem një ndër firmat ma ekzekutuese të konstruksioneve të qelekta, kështu që jem shumë të kënaqur me këtë vit. Edhe pse, thonë drejtën, fillimi ka qenë shumë i vështirë me rastet që kanë ndodhur në politikën e Kosovës, me rastet që kanë ndodhur në parlamentin e Kosovës, aty do me thonë investitorët edhe në brendshëm edhe të jashtëm kanë hezituar me bo një investim, shkaku i politikës apo i paqartësisë politike edhe të opozitës, sidomos me ato ndezjet e gazit lotësjelës dhe shumë gjeste tjera të pakënaqshme dhe jo të mira për situatën dhe për pasqyrën në Kosovë. Çka duhet bërë, sepse jeta vazhdon, duhet punohet, si të rriqen këta investitorët e jashtëm? Po sigurisht që duhet më tepër të punohet, ndoshta mes qeverisë, pozit, që opozita mos jetë në atë formë skandaluze, siç kanë qenë deri në kohën e fundit, po të gjendet një kompromis dhe të bisedohet edhe jo të bëhet një skandalim i situatës që të tjerë mos kenë një vullnet ose një knaqësi për një investim Kosovë. Po, cilat janë pritjet për vitin 2017? Sigurisht keni synim edhe më të mëdha në krahasim me këtë vit. Po, pritjet e Eurometalit për vitin 2017 janë, do me thonë, në ngritje, ne presim që të kemi një kontratë të mirë me një kompani gjermane, në vërtet edhe një kompani të Izraelit, cilat kanë me bo investime në Kosovë dhe aty me njënë kemë bo një kontratë, kështu që pritet realizim i mirë dhe Eurometali sigurisht në vitin e 2017 do t'jetë në top pozicion për eksport edhe për inkuadrim të punëtorëve të ri. Besoj që në vitin 2017 kemi pas një ngritje të punësimit me 25 dhe 30% Eurometalin bas kontratat që i kemë, ne kemi po një punësim të ri. Mirë po për këtë na duhet edhe një motivim, edhe një shtytje e qeverisë që të kemi një kooperim qeveri dhe kompani të mesme apo kompani të vogla. Edhe për disa minuta do të jemi në komunën e Ferizajt për të sjellë segmentet e afarizmit të kompanisë Toni, ku prodhohen llojet e ndryshme të çipsit më cilësor.
Po e vlerësimet tona kishime qenë shumë me anë pozitive. Si në aspektin e prodhimit, zgjerimin e kapaciteteve, ashtu edhe me shitje, si për shembull në tregun vendor ka qenë e kënaqshme, me një nivel të rrezikshmërisë kogjo të mirë, po ashtu jemi të kënaqur shumë edhe me eksporte, sidomos në Shqipëri kemi pas eksporte të kënaqshme. Dhe ashtu prezant kemi qenë edhe në tregun e Bashkisë Evropiane, po ashtu në Itali, kemi pas eksporte jashtëzakonisht mira. Mendojmë prapë të zgjerojmë, veç jemi fillim e sipër për në tregjet e Evropiane. Kisha me cek arritjet dhe cilësia e prodhimit dita ditës të interesu ditë e ma shumë me arrit atë kualitetin në të cilën kërkohet, sidomos në Bashkinë Evropiane, po ashtu edhe në tregjen tonë do të na pas cilësi kualitet për konsumatorët tonë, se na dim, ja dalmi, prodhojmë kualitet. Të kënaqur me kualitetin që është arrit, sepse nuk është lehtë të arrihet certifikata ASAP, se dëshmon një cilësi. Po, me të vërtet, ajo ka qenë sakrifice joja, kena sakrifiku kogjo shumë, kena arritë me punë, me kualitet, me seriozitet në punë, me dëshmu ato që na prodhojmë si pas standardeve europiane. Po, ka hyrë në fuqi shtatorin e kaluar pakoja fiskale. Sa keni pas ju si kompani përfitim nga kjo pako fiskale? Keni pas do një lehtësim? Edhe të pakoja fiskale ka pas në të shumtën importeve që kena bërë të lëndës parë, ku na është lejuar vetëm me të vëshë kisha me cek. Mirë ka qenë, ka ecë për mosa pozitive, ka pak ngecje kisha mu lidhë. Na zakonisht e kemi import që ka i bëjmë edhe nga lënda e parë vajën e palmës, e cila vjen prej shteteve aziatike, por aty ka mbet ajo ma mërmenja që du të më rregullu edhe ajo vlera e doganës që paguhet mbi 10% vjen aty këto, edhe ajo ka mbet për ndryshe ka pas pozitive thjeshtësime, ato i kishim marrë në mënyrë shumë pozitive. Në krahasim me efektet ose bashkëpunimin, mund të themi ma profesional me vendet tjera, si është bashkëpunimi juaj me kompanit e brendshme? Sa respektohen raportet e ndësjela? Aty është shumë pyetje me vend, kemë ngecje pak. Na kërkohet pak ma ndryshe, jemi pak ma të pabarabart me kisha më lidh me artikujt që ka importohen shembull. Pozitat e tona në përmarketet janë pak ma ndryshe, janë nivelet 2-ta, 3-ta kisha me të cek. Janë do kushte që ne kërkojmë pak ma ndryshe. Përkundrazi jemi për bashkëpunim, jemi për në gjitha aspektet kisha më lidh, se të na joja nuk ka vend, ka vetëm po, buën çdo sen buhet. Ato është një farëngecje, janë do politika pak ma disfavorshme. Na jemi hapur, kur në çdo aspekt, si për kvalitet, si për rana e çmimeve, kisha me cek, ato nuk guxojnë me thonë jo shembull. Çdo sen mujna me bu, mujna me prodhimet tona, me nxon venda për marketet tona në Kosovë. Po, kena punuar drejtim, memra me rëndja se kanë më vëdësuar edhe popullata, kanë më vëdësuar edhe marketet pak, me pas parasysh ku i kena qëllimet tona shembull, se prodhohet me cilësi të larta. Nuk është vetëm ajtë se në Kosovë nuk prodhohet, nuk kanë bërë standarde shembull, kisha me cek, i kemi standarde të gjitha. Si të ona e kualitetit, si të ona gjithat janë nivel europian. Për të fakti që keni deportuar në tregun italian, tregon që ajo po tani së shpejti do të hyjmë në 2017. Dhe cilat janë ambicjet për vitin 2017? Keni synime të zgjerimit të kapaciteteve, të paletës së prodhimeve, të tregjeve të reja? Po, një ashtu kemë bërë cop analizat, cop plane për vitin 2017 e më radhë. Kemë zgjerime, kemi veç plane, janë 99% që do të startojmë me plane afatgjate,
me planet që ka nevojë tregu, si i brendshëm ashtu edhe jashtëm, kem kërkuar pak mbështetje edhe pak ka do ngecje dikon që na pengojnë shembull, sidomos na kemi një problem pak edhe me rrymë këto, në këtë pozitën ku jemi na këto, është një far pozite jo shumë e kënaqshme, është një far jetë shumë i disfavorshëm. Kena mundësi shembull tash me investu pak edhe te rryma, aty kena do mangësien shumë, se kena ka mundësi edhe me pas prishje ma të shpeshta, me investu kësha me cek tash edhe pak prej qeverijës, pak edhe prej kecit, me bos një farë bashkëpunimi me neve shembull, se ka gjo ndërmarrje tregtare këtu që janë edhe prodhuesi kësha me cek, që na mungon kjo pak. Thatë se ka një mjaft eksport. Po, këto produkte janë për eksport për Shqipëri, janë vazhdim me sipër, për Itali kemi prap, edhe kështu me radhë. Pra kretë këto janë përgatitur në veç? E gjitha e tëra është porosi që ku më bon tash ngarkesat për Shqipëri edhe për Itali. Kalojmë tani në qendrën e venarisë kosovare, në Raovec, për të mësuar për rrjedhat e afarizmit të disa nga prodhuesit e vyshëm të verërave më cilësore të kësaj komune. Fillimisht, ndalemi në kompaninë Eko. Viti kon bëjgë shumë i vështirë në aspektin kushteve klimatike, po falë të angazhimit të fuqisë punëtore dhe stafit që kemi mbrit që të rumbullaksojmë punën dhe të përfitojmë një produkt bukur të mirë për 2016. Çka? Konkretisht? Konkretisht, kushtet atmosferike në kondo. Kohës vegetacionit në vreshta, edhe gjatë sezonit vjeljes kemi pas shumë probleme me kushtet atmosferike, faktikisht kemi pas 3 stin në një ditë. Kishim ftoft, shi, djedh, edhe përqindja e glukozës, apo sheqerit ndrush, u konë një përqindje pak më e ulët se vitin e kalumë. Po, mirë, kjo ana aty në proceseve të prodhimit të këtu më radhë, po, ka rezultu me do një produkt të ri Eko si vjetë? Po, kemi dalë me një brand të ri të rakis, edhe me reqelin e rushit. Me 2 produkte kemi dalë, besoj që tash është faza fillestare të 2 produkte në treg, besoj që 2017 do të ketë lëvizje më të mirë. Sigurisht, gjatë vitit keni punuar edhe në promovimin, prezentimin, pjesëmarrjen ndonjë panajir apo diku tjetër ku duhet prezantuar atë që prodhoni? Po, jemi kënë në Düsseldorf, në panajirin ndërkombëtar i verrave, jemi kënë edhe në panajiret këtu në Kosovë. Kemi marrë pjesë që në Düsseldorf ka tregu shumë rezultate të mira, veç presim ka porosina të reja nga Gjermania dhe Zvicra, presim fund të vitit eventualisht në janar në 2017 vetë nisin ku dëgjent të pare në këto 2 shtete. Po, institucionet kanë politikë përkrasje për venarët? Si e vlerësoni? Kanë edhe s'kanë. Kanë çka? Kanë faktikisht me këto donacione po na joshzin që na me hy ose të zhenohemi për ngritjen e kualitetit, po për ndryshe kemi importin, ma shumë kemi import në shishe 0,75 se na që kemi eksport në bashkësinë evropiane. Përshërisht janë bojnë invazion shtetet fqinje në Kosovë, se qeveritë e shtetet fqinje e subvencionojnë eksportin në Kosovë me një sasit përqindjet në çmimin e një shishes. Do të thotë që këto janë ato politika që mungojnë? Po. Mungon mbrojtja nga importet? Mbrojtja nga importet dhe subvencionimi në eksport. Sikur që kanë shtetet fqinje, si Maqedonia shembull, Mali Zi edhe shtetet tjera që kanë. Ata bukurni shumë e madhe në euro që subvencionon në eksport. Megjithatë ju arritët ta mbani eksportin edhe gjatë këtij? Po. Ku? Në Kroaci dhe në Zvicër. Dhe cilat llojet e verave apo të rakisë të themi eksporton atje më të kërkuar? Po, në Zvicër më shumë të shkon rakia, ndërsa në Kroaci shkon më shumë të vera bardhë dhe vera kuqe, përshërisht vranace dhe rizningu italian.
në Kroaci. Ndërsa në Zvicër është e kombinume. Përpos Trakis shkon edhe gjitha lloje verave, 7 lloje tjera të verave që kemi shkon në Zvicër, që janë shumë të kënaqur me cilëtetin që kemi na edhe me çmim janë të kënaqur. Si kompani, çfarë synime, çfarë plane keni për vitin 2017? Për 2017 na robi në ngritjen e cilëtetit, që është synimi ynë numër 1, edhe të zhvillohemi në eksport në shtete tjera të Bashkisë Evropiane. Sigurisht me prodhime të reja. Me këto prodhime plus me 2 prodhime të reja. Rrugtimin e sotëm me disa nga prodhuesit vendor e përfundojmë tek bodrumi i vjetër Haxhi Jaha në Rahovec, njëri ndër prodhuesit dhe eksportuesit më të mëdhej kosovar të verërave dhe pijeve të ndryshme alkoolike. Edhe aty theksojnë të janë të kënaqur me rezultatet afariste të vitit 2016. Viti 2016 për verarin bodrumi i vjetër ka qenë mjaft i suksesshëm si në aspektin e shitjes, po ashtu edhe në aspektin e arritjes cilësisë dhe vlerësimit ndërkombëtar të verrave tona që na i prodhojmë. Po, si do të ilustrojmë të? Shiqo, ne në 2016 kemi patur rritje si në tregun vendor, ashtu edhe në tregun ndërkombëtar 20% rritje në krahasim me 2015. Kjo do të thotë që venaria afaron me një sukses jashtëzakonisht të madh. Atë plan që ka parashtruar para vetes është munduar dhe ka realizuar planin, qëllimin e vet. Nëse flasim për atë çka prodhoi, ka ndonjë lëvizje në prodhimet, në llojin e produkteve, ndonjë prodhim të ri që ka qenë interesant? Po, si vjet kemi dalë me 4 prodhime të reje, 2 faktikisht me elefant Cabernet edhe me elefant Chardonnay, që është përblyer ndërkombëtarisht me medalje të argë, që njëkohësisht dëshmon se verëria bodrumi vjetër lufton jo vetëm për sasi, por edhe për cilësi, që është përblyer medalje të argë. Po ashtu kemi prodhuar edhe 2 vera tjera që janë gjysmë thata, Rozafa, Cabernet, Merlot dhe Vranç, që është një kombinim i 3 verave, si dhe Chardonnay dhe Riesling, që është Rozafa gjysmë e thatë, po ashtu është një verë shumë i shkëlqyer, shumë i pëlqyer edhe nga konsumatorët. Konsumatori duhet promovim, duhet prezantim. Ku u prezentuat, ku promovuat? Shiqo, për të arritur deri te konsumatori është një mund shumë i madh, mirë po ne jemi përkushtuar që t'i pushtojmë tregje të reja, edhe vazhdimisht jemi prezent në përpanajiret ndërkombëtare, Çeki, Poloni, Gjermani, kemi marrë pjesë edhe në Kinë, në Shangaj, pjesë, kështu që ne nuk kursejmë investime për të promovuar produktet e Kosovës, se krahas produkteve të prodhimit tonë, që është bodrumi i vjetër, promovohet njëkohësisht edhe Kosova si një shtet që ka një produkt mirëfillt edhe që ka vlerat vete. Po si ka rezultuar ky prezantim në këto panajre? Mirënjohje, medalje? Ky prezantim ka rezultuar jashtëzakonisht pozitivisht si në gjetjen e vlerësve të ri, po ashtu edhe në vlerësimet pozitive me medalje, siç u theka më herët, ne jemi shpërblyer në Lublan me medalje të artë për verën elefant, po ashtu jemi shpërblyer me medalje të artë në Prag të Çekis, me medalje të artë në Prag Çekis, po ashtu jemi shpërblyer në Hong Kong, China Wine and Spirits Awards, medalje artë, medalje argjent dhe medalje e bronz për prodhimit e verarisë bodrumi vjetër. Këto prezantime nuk kanë përfunduar me panajre, verat e Haxhi Jahës kanë shkuar edhe më lart. Këto prezantime nuk kanë përfunduar vetëm në panajret, verat tona janë shpallë më të mira edhe janë përzgjedh, siç dëshmon edhe fakti ambasadori i Japonisë që në midis konferencën e cek produktin e verës bodrumit vjetër të Haxhi Jahës, që është një verë shumë e shkëlqyer, që është një verë shumë ndërkombëtarisht e pranuar. Po sigurisht krejt këto mirënjohje dhe prezantime, promovime kanë hapur rrugë për ambicie edhe më të mëdha për vitin 2017. Sigurisht që po ne kemi ambicie, i kemi targetuar edhe disa shtete që kemi dëshirë për me qenë prezent në tregun e aty në shteteve, jemi duke punuar, shpresojmë se do t'i arrijmë.
Vlerësimet e kompanive gjithsesi se janë fryt i angazhimit të vazhdueshëm për të arritur suksese të reja. Ky afarizëm edhe ky sukses është arrit në rrethanat mjaft të ndërlikuara afariste në vend, ku gjithsesi duhet përmendur edhe mbështetjen institucionale të formave të ndryshme për këto biznese. Gjithsesi, se këto suksese do të jenë motivuese edhe për vitin që vjen.